Mendoj që për Malin e Zi është një pengesë shumë e madhe në këtë moment, ku patjetër Mali i Zi ka qenë avangard në gjithë procesin e integrimit dhe ka qenë edhe më afër integrimit në familjen europiane edhe se Shqipëria. Megjithatë, nga ana tjetër kjo na lënë pak më shumë kohë që të përshpejtojmë e ta kapim në hapa të mëdha. Mund ta shohim në këtë kontekst, thoni, që të pak të përfitojmë nga rasti. Ndërkohë, Shqipërisë në këtë kontekst dhe në këtë kohë në cilën ndodhet, do i duhet padyshim punë shumë, apo jo, në plotësim të objektiva, dhe pse afati duket që fundi 2027 përmbyllen grup kapitujve, 2030 andarësimin e plot, meqense jemi në këtë pjesë për të marrë një mendim plotësisht i mundshëm. Këtu do doja të bëja edhe një paralele tjetër, pasi vetë konflikti diplomatik mes Kroacisë dhe Malit të Zi në këtë ngërçin e grup kapitujve të politikës jashtme ka një pikë e cila është deri diku e ngjashme edhe me detar të pretenduar, siç është ai mes Kroacisë dhe Malit të Zi, ku janë ngritur kërkesat për një rishikim të këtij territori detar, kufiri detar, kemi të njëjtën paralele ne me Greqinë. Ndaj duhet thënë që përpos të gjithë, le të themi, këtyre diskutimeve për detin mes Shqipërisë dhe Greqisë, kemi dhe aspektin politik apo atë çka po ndodh tashmë me protestën, e cila jo vetëm që e ngadalson procesin, por e vështirëson atë, duke qenë se nuk tashmë të gjitha ato përparime që Shqipëria i ka pretenduar në procesin e integrimit apo të përputhshmërisë së legjislacionit shqiptar me atë europian, po dalin problematika të njëpasnjëshme, qoftë me ligjin për mjedisin apo edhe për investitorin strategjik. Pra kemi të bëjmë me një sër dështimesh, do të thoja unë, të njëpasnjëshme, që tashmë protesta apo të gjitha kërkesat e protestës ditë pas dite po i vënë më shumë në dukje, dhe kjo patjetër e rëndon të gjithë procesin dhe e vështirëson atë.